Andrej Gromikos, pra kërkon maksimumin dhe nëse nga ato fiton 2 të 3 dhe atyre që nuk të takojnë, jo atyre që takojnë, pa atyre që nuk të takojnë, ja okej. Pra, vetëm atëherë nuk të rriqen ata. Vetëm se, a ka forcë të imponoj Moska më, po them, në geopolitikë, jo vetëm për Ukrainën, se Ukraina duket një pikë shumë e vogël në gjithçka çfarë ka lëvizur dhe çfarë ka ndodhur. Për shembull, NATO tashmë i ka shkuar më shumë në kufi se do t'i shkonte me Ukrainën Putinit. Pra, ka humbur një betejë që me atë që supozohet se e nisi në fillim që mos shkonte NATO në kufi. E dyta ka humbur goxha influencën e saj në lindjen e mesme, me Sirinë që tashmë është në duart e amerikanëve, po them edhe turqve për të pranuar, për t'i dhënë hapësirë, apo jo për të mos i dhënë hapësirë më Rusisë. Gjitha zhvillimet dhe nga aty natyrisht që humbet edhe shumë kontroll që kishte në Afrikë. Pra duket se duke u marrë me Ukrainën, gjërat kanë lëvizur ai shpejt sa. U konsumua shumë me Ukrainën, sepse ai mendoi që këtë punë do ta zgjidhen për një periudhë shumë të shkurtër. Dhe mirë po ai kaloi pastaj kaloi jo luftën, pra Putin mendonte që do arrinte sepse informacionet e inteligjencës. 24 orë tha unë arrin në Kiev, e marr Kievin. Ashtu ishin raportet e inteligjencës, domethënë që populli do na dorëtrokazi, do të na presë etj, por në fund siç duket ngelen dhe ati po shkon në shkurt mbushën 4 vjet. Dhe më thonë dhe kjo është një... 4 vjet dhe në fakt ka marrë vetëm ato rajone që de facto prapikisht, se separatistët i drejtonin. Ka marrë më shumë se 3-4% bi ato që kishin në 2014. Dhe po të eci me këtë ritëm që ajo, për të marrë këto që mendon t'ja falin, pra që e kërkon që t'ja falin, për të marrë këto territori do t'i duhen minimalisht edhe 2 vjet. Edhe po t'i bësh domthonjë gjitha anët po t'hysh me llogari ekonomike, edhe angazhimi evropian, sepse mund duket sikur taksa paguesit evropian po harxojnë ose parat e taksa paguesve evropian po harxhohen në luftën në Ukrainë. Nuk duhet menuar asesi kështu sepse edhe thjesht si llogari ekonomike, jo gjeopolitike, po si llogari ekonomike, domethënë Europës do t'i kushtonte 2 fish më pak të mbështeste Ukrainën të fitonte luftën, se sa të humiste Ukraina dhe të shpenzim do ishin marramendse pastaj për të përballur direkt me Rusinë. Kjo është nga ana ekonomike, kurse nga ana gjeopolitike as nuk diskutohet, po mund duket që ju i rënditat ato faktorë që presidenti Putin është humbës, pavarësisht atyre territoreve që ka arritur të marrë, ai është një humbës sepse 2 shtete të reja në NATO të fuqishme, me teknologji të përparuar, me ushtri të përparuar, njëri nga të cilët ka 800 km kufi me Rusinë. Pra, në një farë mënyrë e shtyu ose mund të ngul kam që Ukraina mos të pranohet në NATO, mund ngull kamp, por nuk mund të thotë që du dali Finlanda dhe Norvegjia nga NATO. Për ne kjo është një element shumë i rëndësishëm. Zhvillimet janë, duket ky dhe diçka që janë shumë i tensionuar, domethënë ka pas zhvillimin në fushën e betejës që rusët janë përpjekur të marrin aty pak nga pak territore, por ndërkohë Ukrainës ka goditur shumë në thellësi, kanë goditur nyje nevralgjike, sidomos edhe të eksportit të... Po, 2 anije të detit të zi. Po, 2 anije, por edhe disa nyje të transmitimi në detin e zi. Dhe kjo është një fitore e madhe, Ukrainës është një dëm i madh që i shkaktohet atyre dhe po ta shohësh edhe eksportet ruse tashmë më shumë janë nafte pa përpunuar. Pse? Se një pjesë e këtyre rafinerive po goditen dhe nuk po rregullohen dot, sepse edhe për të rregulluar materialet të merren nga perëndimi një pjesë. Përveç edhe sanksionet amerikane e kanë dëmtuar shumë, sanksionet amerikane ndaj 2 kompanive të naftës, të cilët po detyrohen të shesin edhe aksionet tashmë në fushat kryesore. Aq që dobët aq është dëpsuar Rusia nga këtë, saqë nëse Europa, për shembull, apo Shtetet Bashkuara do të mbështesnin edhe një periudhë jo shumë gjatë luftën, pra nuk do dështojmë bisedimet dhe të mbështesin për ta ushtuar trusnin, të mbështesin ushtrinë ukrainase, nuk do ketë shumë mundësi Rusia të rezistojë për një kohë më të gjatë. Sepse të gjitha problemet, të gjitha ekonomia është në rënje, gjithçka është në rënje, kështu që mirë po, me sa duket presidenti Trump ka plane tjera, paktën në analizë kështu duket që ai ka planet që ta mbylli sa më shpejt këtë konflikt, pavarësisht një kosto që do ketë për Ukrainën, do ketë një farë kosto.
Po kështu duket, presidenti Trump duket se ka atë qasjen që ndryshon me njëherë, por në fakt ka qenë edhe, sepse për shumë që se shohim Iranin, çfarë ndodhi në Iran, të gjithë presidentët e mëparshëm, të gjithë kishin të njëjtin tokë fjalësh, që Irani nuk duhet ketë armë bërthamore, po ai që i goditi ishte Trumpi, ai që dukej se do ishte edhe më bashkëpunuesi. Po, Trumpi ka këtë që me sa duket nuk ka dëshirë të përfshihet direkt në lutë, por të tilla inkursione, sulme tilla ai e mbështeti dhe ishte një zor e ti nuk e përfshiu, Shtetet Bashkuara i përfshin një luftë 14 ditore, 12 ditore, se ishte 12 ditore. Kështu që, po kështu është edhe me rastin e Venezuelës, nuk besoj se do të përfshihet. Nuk besoj sepse pa mbyll sidomos ai ka probleme edhe me opinionin brenda, pra sepse ati u dha vota për të mbyllur edhe konfliktin e Ukrainës për 24 orë. Do duket, Esmaila, do duket çfarë sot jemi në pritje të çfarë është biseduar me presidentin Putin, por dhe çfarë do deklarohet më pas. Por unë nuk kam ndonjë optimizëm që mund të arrihet me njëherë, domethënë, një paqe, nëse edhe kryesore për Europën është që të arrijë të marrë një Ukrainë të aftë për të luftuar. Europianët duhet ta kuptojnë këtë që çdo mbështetje për Ukrainën është mbështetje për sigurinë e Europës, absolutisht. E vërtet. Sepse por ama Rusia ja ka dalë ta zgjojë dhe Europën në këtë bashkë me zotin Trump, në fakt, se ne po shohim tashmë armatime, financime të mbrojtjes, mobilizime ushtarak deri në shërbime diku vullnetare, diku të detyrueshme, dhe me Gjermaninë që siç tha të zgjuar, që po rizgjohet. Dhe Gjermania, se siç tha kancelari Merz, do të jetë jo vetëm fuqia ekonomike më e madhe, por dhe fuqia ushtarake. Fuqia ushtarake konvencionale më e madhe. Tani ne nuk e dim, domethënë, po besoj se kështu siç po shkojnë gjërat, do ta shohim edhe fuqi bërthamore shumë shpejt. Jo vetëm Gjermania, po nëse shkelet ligji ndërkombëtar në këtë formë, pra të miratohet, që i forti pra të mos ketë më ligj por real politik, atëherë nuk është çudi që të ketë tendenca për shtrierjen horizontale të shteteve që duan të kthehen në fuqi bërthamore. Edhe kjo pastaj do ketë një kërcënim tjetër për sigurinë në botë. Por duhet që sa më Europa duhet që për një periudhë sa më shpejt arrijë që të siguroj ato kapacitete të cilat sot ja garanton Amerika. Cilat janë këto kapacitete? E para tjetë të siguroj, po themi, mbrojtjen inteligjencën e duhur dhe mbrojtjen kupolën mbrojtëse kryesore, pra mbrojtjen raketore, mbrojtjen bërthamore, që sot ja siguron në masë të konsiderueshme, ja siguron Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo, nëse arrihet kjo, pastaj Europa bëhet më e fuqishme, bile do vi koha që duke kthyer bota në një policentrizëm, do të vi koha që Europa duhet se zbon përveç fuqisë ushtarake të kthehet në një fuqisë ekonomike, të kthehet një fuqi ushtarake, nëse do të mbijetojë. Se vetëm me fuqi ekonomike nuk do të mbijetojë në një botë ku përbazë do jetë real politika dhe jo ligji ndërkombëtar. Ose do shkohet drejt asaj, nëse këta nuk reagojnë, Shtetet Bashkuara dhe Europa nuk janë në unison, atëherë jugu global po përgatitet për një rend të ri botror. Mjafton të përmendim samitin e Shangajit, ku aty u hodhën piketat qarta, dhe edhe Putin, edhe Xi Jinpingu, edhe gjithë këta po kërkojnë që të ketë një domethënë po mbështesin ka ardhur për një rend të ri botror ku në qendër të mos jetë Amerika dhe Perëndimi, po në qendër të jetë jugu global. Pra i bie pastaj që Europa dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës